Për të kuptuar këtë gjë, duhet i kthehemi edhe dokumentave strategjik të SBA-s, edhe ngjarjeve që kanë ndodhur vitin e parë, por edhe arsyet pse Trumpi erdhi në pushtet. Po të mos kishte qenë për ekonominë dhe për krizën e çmimeve në SBA dhe për rritjen e numrit të varfërve në 4 vjet në mënyrë ekstreme në SBA, Trumpi nuk do të vinte dhe nuk do të bëjë president. Pra, baza kryesore e vendimarrjes, si e kemi parë dhe gjatë vitit parë qeverisjes, sepse tashmë ju bën një vit që ka hyrë zyrë, është ekonomia. Pra, Make America Great Again, pra ta bëjmë Amerikën dhe një herë të madhe, në thelb vetë ka ekonomi. Dhe Trump e ka artikuluar si askush tjetër në një hapur këtë tezë. Pra do ta rikthejmë ekonominë amerikane lokomotivë të botës, që nuk kupton që ekonomia e parë e botës për momentin është ekonomia kineze dhe duhet të rikthejmë ekonominë amerikane në lokomotivë tërheqëse të ekonomisë botës. E para kjo, e dyta, objektivi kryesor i politikës jashtme amerikane është prishja e BRICS-it. Duke filluar nga hemisfera perëndimore, pra nga kontinenti amerikan dhe duke vijuar me gjithë pjesët e tjera të botës, ku sigurisht kanali Panamas ka rëndësinë e vet, Arktiku ka rëndësinë e vet, Evropa ka rëndësinë e vet, Azia, paqësori, Oqeani Indian ka rëndësinë e vet, shumë të madhe, dhe Afrika, megjithëse është e fundit, dhe ajo ka një rëndësi të madhe të vetë shumë të rëndësishme. Pra, por për këtë gjë nuk mund ta thjeshtojmë më mirë se çdo gjë tjetër që thelbi, shtylla kryesore e parë dhe më e rëndësishme e politikës jashtme amerikane dhe politikës brendshme është ekonomia.